Një propozim i pazakont mes fond politik dhe sportiv po bën bujë në arenën ndërkombëtare. Sipas prestigjozes Financial Times, i dërguari special i presidentit amerikan Donald Trump, Paolo Zampolli, ka kërkuar nga FIFA që Italia të zëvendësojë Iranin në botrorin e vitit 2026. Vetë Zampolli e ka konfirmuar këtë nismë, duke theksuar se do të ishte një ëndër që Italia, 4 herë kampione e bote, të rikthehej në një turne që këtë herë do të zhvillohet pikërisht në Shtetet e Bashkuara. Ai argumenton se historia dhe reputacioni i azurëve justifikojnë një përfshirje të tillë. Por, përtej aspektit sportiv, ky propozim duket se mbart edhe një dimension të fortë politik. Burimet të cituara nga Financial Times sugjerojnë se ideja është pjesë e një përpjekjeje për të riparuar marrëdhëniet mes Donald Trump dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, të tensionuara pas deklaratave të Trump lidhur me luftën e Iran dhe kritikat ndaj Papës. Paolo Zampolli nuk është një emër i panjohur në këto qarqe. Si përmarrës dhe menaxher i suksesshëm, ai ka lidhje të forta me botën e biznesit dhe politikës në SBA, si dhe njihet për afërsinë e tij me Donald Trump. Madje, ai ka pasur një rol edhe në prezantimin e Melania Trump në shoqërinë elitare të New Yorkut në vitet 90. Kjo nuk është hera e parë që hidhet një ide e tillë. Edhe në vitin 2022, përpara botërorit në Katar, është bërë një kërkesë ngjashme për përjashtimin e Iranit dhe zëvendësimin e tij me Italinë, por ajo nuk u morë në konsiderat nga FIFA. Deri më tani, nuk ka asnjë reagim zyrtar nga FIFA lidhur me këtë propozim të ri. Megjithatë, ideja ka hapur debat të fortë mbi ndërhyrjen e politikës në sport dhe mbi kriteret që duhet të përcaktojnë pjesëmarrjen në kompeticionet më të mëdha ndërkombëtare.